Arkivi i Shtetit në Vlorë është në gjendje kaotike. Dokumentat e Shtetit shqiptar qëndrojnë në ambiente tërësisht të papërshtatshme, ambiente ku mbizotron lagështia dhe myku. Këtu ndodhen dokumentat e institucioneve shtetërore që nga viti 1945 dhe shumë dokumentat të tjera që lidhen me pronat private dhe shtetërore, por një pjesë e mirë e tyre po e humbin vlerën për shkak se janë dëmtuar dhe kjo situatë po çon dëm një punë të bërë nga shteti ndër vite. Kjo problematik në arkivat e Vlorës është pranuar edhe nga drejtori i ri i institucionit, i cili e ka cilësuar situatën si dramatike. Në këto kushte është e pamundur të punohet sepse është e pakonceptueshme, kur them surreale, të gjendesh në një ambient pune me temperaturën 9 gradë, që dëmton dhe shëndetin e punonjësve, jo vetëm të dokumentave, me pa ngroje, pa ftoje, pa kompjuter, si që shikoni kompjuteret janë prishur, domosdoshmë sepse nuk ka lagështia asgjë nuk mund të funksionojë të prishur. Arkiva e qarkut të Vlorës momentalisht mbulon dokumentacionin nga Vlora deri në Sarandë dhe në kufi me Gjirokastrën dhe Fierin. Gjenden në një situatë të vështirë, jo vetëm ambientet e godinës së drejtorisë, por edhe tunelet nëntoksore, ku myku, lagështia dhe mosajrimi bëjnë që dokumentat shtetërore të shkatërrohen.